Zakoni i ndihmës së heshtur. Një besimtare e moshuar në fshatin e largët, çdo mëngjes pranë kazanëve të bukës, pa e ditur se dikush e ndiqte me sy e zemër, kur kthehej natën nga xhamia e vogël, së fundi gjente pranë derës së shtëpisë një thes me miell, pas një letër që zbulonte emrin e dhuruesit. Duke ndjerë mirënjohje, ajo ndau miellin me fëqinjet në nevojë. Shpërndau bukën e parë për 4 jetim dhe pëlhurat e mbetura për ta qepur një pallto të ngrohtë. Çdo orë të ditës në heshtje besimtarja pastronte rrugicat e fshatit, i lante me ujë dhe i kthente përsëri në gjallëri guret e vjetër të trotuarit. Një mëngjes e gjeti derën e dhomës së saj të hapur dhe një gotë qumsht ku ndodhej aty, duke i dhuruar forcë për punët e radhës. Me besim te Zoti ajo vazhdoi misionin e paemër dhe të fshehtë, duke ndihmuar jetimet dhe të varfrit pa kërkuar merit, duke mbajtur thjeshtësinë si stresh shpirtërore. Kur një fëmijë rrëmbehet në lumë pranë shtëpisë, ajo nxitoi ta shpëtonte me trimëri dhe shpirt mirënjohës e kuraj të pathyer. Në spital fëmia gjeti një copë letre me një ajet qetësues kuranor që e mbështeti si frymëzim për shërim, ndërsa besimtarja priste në heshtje prapa derës. Pejgamberi Muhammed a.s. duke e njohur shpirtin e saj të pastërt, uroi që çdo veprim pa emër të lulëzonte në kopshtin e shpëtimit. Kështu vepra e saj u bën frymëzim për të gjithë, për të shpërndarë bamirësi pa ngurrim dhe për të kujdesur për çdo qenie njerëzore. Mes natës kur hëna ndriçonte përmbytjet e fushës, besimtarja lejoi që çdo hap i saj të përzinte dashurinë dhe besimin në heshtje. Në çdo fije tufel ulesh që mbillte pranë xhamisë, qëndronte shenja shpërblimit ku nuk kërkonte famë, por vetëm hidhte një rrugë drejt fitores së shpirtit. Këtë rrëfim e përhapnim me fjalët të ëmbla çdo besimtar që e pa madhështinë e bamirësisë pa emër. Prandaj kur ju i bëni veprat vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit, atëherë shpërblimi do të jetë madhështor.